Përshëndetje, po fillojmë lajmet e orës 9 në RTK. Kongresistët Amerikan Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler kanë prezentuar një rezolutë në dhomën e përfaqësuesve, duke shprehur mbështetje të fortë për integrimin e Kosovës në NATO. Rezoluta afirmon se Qeverisja Demokratike e Kosovës, mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë dhe bashkëjetesa multietnike paraqesin rast bindës për anëtarësimin në NATO. Mëtej në rezolutë theksohet se Shtetet e Bashkuara duhet të inkurajojnë Greqinë, Rumaninë, Slovakinë dhe Spanjen të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre dhe të sigurojnë që Kosova të ketë një rrugë të besueshme dhe të arritshme drejt anëtarësimit në NATO. Anëtarësimi i Kosovës në Aleancën e NATO-s është thelbësor për të mbrojtur interesat e sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkuara në Evropën Juglindore, thuhet në rezolutën e kongresistëve amerikanë. Qytetarët e Kosovës do të drejtohen kutive të votimit më 7 qershor për herë të tretë brenda një viti e gjysmë. Vendimi u mor nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu pas takimit me përfaqësuesit e partive politike të cilët u pajtuan për këtë datë. Edhe përfaqësuesit e partive konfirmuan ujdinë për këtë datë, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë sot mbledhjen e parë rreth organizimit të këtyre zgjedhjeve, ku do të diskutoj planin kohor të aktiviteteve zgjedhore, caktimi i afateve si dhe formula për nominimin e komisioneve komunale zgjedhore. Gjithashtu do të shqyrtoj buxhetin për procesin zgjedhor dhe planifikimin e stafit të përkohshëm për organizimin e zgjedhjeve. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike ku ka miratuar raportin 3 mujor të buxhetit për vitin 2026 dhe ndryshimet në vendimet për bartje të shpenzimeve buxhetore. Në këtë mbledhje janë ndarë 45.000 euro për forumin ekonomik të Vjenës, ndërsa mbi 475.000 euro për pagesën e 52 specializantëve. Po ashtu është emëruar bordi i SHSKUK-s dhe janë vazhduar mandatet e komisioneve qeveritare për ish të dënuarit politik. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se shumë shpejt priten lajme të mira pas një takimi që pati mbrëm vonë me ish-presidenten Vjosa Osmani. Ai tha se bëhet fjalë për një darkë miqësore, ndërsa nuk dha detaje për ndonjë marrëveshje. Edhe Osmani e cilësoi takimin si jo formal, duke thënë se ishte kafe mes miq. Në shënim të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, Federata e Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat do të organizojë sot një protestë bashkësore. Sipas njoftimit të Federatës, protesta organizohet në mbështetje të drejtave të punëtorëve në sektorin privat, ndërsa do të fillojë nga ora 10 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Ndërkohë, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkon rritje pagash dhe baraspesh me çmimet, duke theksuar se punëtori kërkon drejtësi jo arsyetime. Sindikatat bëjnë thirrje për përmbylljen e marrëveshjes kolektive dhe funksionalizimin e Këshillit Ekonomiko-Social. Policia e Kosovës ka raportuar se 24 persona të arrestuar dhe 10 prej tyre janë në mbajtje gjatë 24 orëve të fundit. Në raport thuhet se janë shqiptuar 2106 dhe një tiketa trafiku, si dhe janë raportuar 21 aksidente me të lënduar. Në Prishtinë, Feriza e Prizren dhe Pej, policia ka evidentuar raste të armbajtjes pa leje, posedimit të narkotikëve, dhunës në familje dhe vjedhjeve, ku një pjesë e të dyshuarve janë arrestuar dhe të tjerat janë liruar në procedurë të rregullt. Po ashtu është raportuar edhe një rast vdekje që po hetohet. Do që të lajmet e orës 9 për këto dhe më shumë zhvillime, ne do të takohemi sërish në orën 11 deri atëherë mirëmbëjtje.